Vermoshi, fshati turistik në qarkun e Shkodrës vitet e fundit është kthyer në një ndër destinacionet turistike më të preferuara për turistët vendas dhe të huaj, dhe jo vetëm sa i përket klimës malore, por edhe për të apasionuarit të alpinizmit. Kryeministri Edi Rama përmes një postimi në rrjetet sociale ka ndarë pamje nga Vermoshi si një ftesë për qytetarët që ta vizitojnë. Pamje përrallore të Vermoshit, shkruan kryeministri Rama. Rikualifikimi urban i fshatit turistik të Vermoshit, rindërtimi rrugës, ndërtimi i qendrës së turizmit e ka shndërruar edhe këtë zonë në një prej destinacioneve më të frekuentuara përgjatë gjithë vitit nga turistët vendas dhe nga vende të ndryshme të botës. Qendra e Vermoshit është transformuar tërësisht, ku shtëpitë tradicionale alpine, dikur të rënuara sot janë kthyer në bujtina mikpritëse për vizitorët. Bujtinat e ngritura i japin kësaj zone një shëmbëtyr të ngjashme me bujtinat alpine të Zvicrës. Fshati më i madh i Alpeve të Shqipërisë, Vermoshi, gjendet në një lugin me origjinë akullnajore, e vendosur në lartësi 1100 metra mbi nivelin e detit.